Të nderuar zonja dhe zotrin, të dashur miq, përfaqësues shoqatave të turizmit, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, të nderuar zoti Rahman Kasa, kryetari i Unionit Shqiptar Turistik dhe zoti Zak Topuzi, shoqata Hoteleri Turizëm. Mirë se erdhët. Jemi sot së bashku për të diskutuar për një nga temat më të rëndësishme të Shqipërisë, turizmin. Unë besoj se turizmi nuk është thjesht një sezon me pushues. Turizmi është një strategji për zhvillim kombëtar. Është një mundësi për të kthyer Shqipërinë në një vend ku të rinjtë jetojnë e punojnë me dinjitet. Është një mënyrë për të ndërtuar një ekonomi që i shërben gjithë shoqërisë, jo vetëm disa njerëzve. Na duhet një model i ri për turizëm, një model që përfshin gjithë vendin, që ruan natyrën, që krijon punësim dhe që ndihmon sipërmarrësit vendas. Një model që nuk e shkatron Shqipërinë, por e zhvillon atë. Përkundrazi, nuk ka qenë kjo rruga që ka ndjekur qeveria aktuale. Në vend që ta ruajnë natyrën, ata e kanë betonizuar dhe shkatruar atë. Në vend që ta ndihmojnë turizmin vendas, ata e kanë kthyer në një shesh për pastrim parash dhe ndërtime pa kriter. Partia Demokratike ka një program të qartë për turizmin, një model të qëndrueshëm që ruan natyrën, zhvillon me përparësi turizmin, duke forcuar identitetin kombëtar dhe duke krijuar mundësi punësimi dhe jetesë më të mirë për çdo shqiptar. Ne do ndërtojmë një Shqipëri ku turizmi do të jetë një motor i fuqishëm ekonomie dhe një burim krenarie kombëtare. Dhe për këtë na duhen të gjithë ata profesionistë, specialistë të turizmit, komunitetet lokale, qytetarët, të rinjt, çdo shqiptar që dëshiron të jetojë në një vend të bukur dhe me mirëqenie të lartë. Është e vërtetë që numri i turistëve është rritur gjatë këtyre viteve, por të ardhurat që kanë ardhur nga turizmi nuk janë përkthyer në një rritje të ndjeshme të qëndrueshme për ekonominë dhe shoqërinë tonë. Të dashur miq, të nderuar të ftuar, askush më shumë se ju nuk i njeh sfidat e këtij sektori. Pikërisht për këtë jemi sot këtu, për të dëgjuar, për të diskutuar dhe për të ndarë zgjidhjet konkrete që ofron programi ynë. Kam kënaqësinë t'ia fjalën profesor doktor zotit Sali Berisha, kryetarit të opozitës dhe kryeministrit të ardhshëm të Shqipërisë, i cili gjithmonë ka besuar në fuqinë e zhvillimit të turizmit dhe në rolin e Shqipërisë si një vend i hapur, mikpritës dhe krenar për vlerat e tyre. Faleminderit zoti Berisha, fjalë. Së pari unë do të përshtes përzemërsisht këtu përfaqësuesit e shoqatave turistike të vendit, të përshtes të gjithë punojësit e sektorit apo industrisë së turizmit, kudo që janë, dhe t'i siguroj se Partia Demokratike konsideron turizmin si një nga potencialet ekonomike, kulturore më të mëdha të vendit. Shqipëria disponon një potencial madhështor në kuptimin absolut të fjalës turistik. Ndofta sa asnjë vend tjetër një potencial të tillë mahnitës si ky vend me brigjet më të bukura, rënore dhe shkëmbore, me trashëgimin kulturore ndër më të pasurat, me malet dhe Alpet më të shumta, burimet ujore, liqejt. Pra, Shqipëria kudo përfaqëson një potencial real turistik. Ky fakt është i njohur më mirë nga banorët, nga qytetarët shqiptarë, kudo që ti shkon, në skajet më të largëta,
aty gjen përpjekje për të shpalos potencialin lokal turistik. Aty gjen besim tek ata qytetarë se fshati i tyre, se zona e tyre janë tërheqëse për turistët dhe janë me një fjalë burim i mundshëm të ardhurash ekonomike për ta. Turizmi pra në Shqipëri ka potencial të pakufizuar, të themi për sa u përket resurseve natyrore. Por dhe nuk ka diskutim që ky sektor ka njohur zhvillimet të pamohueshme. Do me thënë, në vitin 2005 Shqipëria ka pranuar gjithsejt 320.000 turistë dhe vizitorë të marrë së bashku. Në vitin 2013 kjo shifër ishte 4.700.000. Sot kjo shifër është 10-11 milion, por vetëm se ka një gjë që nuk i ndajnë vizitorët nga turistët, që ka një dallim ata, ka një dallim esencial sepse nuk janë turistë dhe këto linjat e shpejta, EasyJet, dhe këto e kanë aeroport në Tiranës, e kanë bërë një aeroport të preferuar, e vërteta është për një pjesë të veriut të Greqisë, për Malnezi, për Kosovën dhe për Maqedoninë. Kjo është një zhvillim pozitiv, natyrisht është një pa diskutim që është zhvillim fare pozitiv në këtë kontekst. Por turizmi ka një problem shumë madhor në Shqipëri. Problemi madhor në Shqipëri turizmit është informaliteti në cilin ky sektor noton. Dhe ky informalitet godet sipërmarrësit e ndershëm, godet sipërmarrësit me investime transparente, ky informalitet në Shqipëri, po të shohim krahasim me Malnezi, është i tillë. Malnezi me 2.8 milion turist në vit regjistron 16.8 milion net fjetje. Shqipëria me 10 milion turist në vit regjistron 6, vitin e fundit 7 milion net fjetje. Pra, për të mos e krahasuar pastaj me Kroacinë, e cila regjistron rreth 100 milion net fjetje me, në mos gabohem, me 12 milion ose 16 milion turistë diçka kësaj natyre. Kështu që ne kemi një shkallë informaliteti të jashtëzakonshëm. Formalizimi i turizmit është nofta një nga kushtet më themelore. Janë 3 fishi, 4 fishi i shtretërve janë apartamente krahasuar me hotelet, krahasuar me industrinë hoteliere, çka në shumë aspekte e vënë në pozita shumë të vështira industrinë hoteliere, e vënë në pozita konkurrence të pabarabartë, e vënë në pozita të pamundësisë parashikimit,
dhe një seri problemesh. Ne nuk do të përdorim dhe nuk kemi normal të ndalojmë Airbnb-n, por formalizimi është një kusht i domosdoshëm në qoftë se ne duhem ta shfrytëzojmë si duhet këtë potencial madhor që kemi ne. Formalizimi i turizmit është dhe një çështje sigurie. Ti pret një turist, por regjistrimi i tij duhet të jetë i detyrueshëm, se ai që vjen këtu, ai që vjen në shtëpinë tënde, ai që vjen në shtetin tonë, ka një përgjegjësi ndaj tij. Dhe absolutisht ne në kushtet më favorizuese, por formalizimin ne do bëjmë çdo gjë për formalizimin e turizmit, sepse nuk mund të ecet, nuk mund shikoni një vend me këto potenciale të jashtëzakonshme, se si ka ta ndiset me këtë informalitet të jashtëzakonshëm. Nuk është ky turizmi i zhvilluar, nuk është ky turizmi që vendi duhet të ketë. Industria turistike përballet me shumë vështirësi. Nuk ka një mbështetje. Mbështetje kanë disa plumgjoka, si plumgjoka që apo noj tjetër, se ka plot nga ata, s'është vetëm plumi, që marrin leje për hotel, i kanë motele, ja u shpallin me 5 yje hotelin, u japin dhe licenca kazinosh, ati të Sinaloas me Luftim Hysit, i cili natyrisht me të ardhët e Sinaloas, ai e dëmton thellë industrinë turistike. Nuk i ka të ardhura nga puna e tij. Pra, narko-euro është një monedhë toksike e vërtet për industrinë turistike, për eksportet, për ekonominë shqiptare. Mirë po, në një narkoshtet, nuk ka narkoshtet pa monedhën e vetë. Dhe narkodiktatori Edi Rama, i cili i ka shndruar këto titujt strategjik në bigjozin më të madh të investitorëve strategjik, në bigjozin më të madh, jo në Shqipëri, po në Europë, se titulli shpërblehet me miliona euro, narko-euro, një titull i tillë. Plus angazhimi i qeveritarëve në industrinë turistike është një element tjetër jashtëzakonisht i dëmshëm. Tani kur Olta Xhaçka shkon dhe vjedh me bashkëshortin 10.000 metër katror tokë publike, dhe e paraqet si tokë trashëguar të vetën. A mund të më thoni ju mua, çfarë i mbetet këtij operatori, këtij investitori, që shkon dhe blen tokën 150 euro apo 100 euro metrin katror për të ndërtuar? Edi Rama vetë shkon dhe merr 225.000 metër katror tokë me emrin e nënës vetë dhe të vllaut. Tokë pa asnjë dokument kadastral. Absolutisht. Tokë pa asnjë dokument që të faktoj se ka qenë e konfiskuar nga regjimi komunist. Tokë e cila kujdo mund t'i përkiste jo kolegëve, mbasi sipas deklaratave të vetë Spiro Koleks, ne nuk kishim tokë, thotë. Tokë pa asnjë dokument kadastral. Absolutisht. Tokë pa asnjë dokument që të faktoj se ka qenë e konfiskuar nga regjimi komunist. Tokë e cila kujdo mund t'i përkiste jo kolegëve, mbasi sipas deklaratave të vetë Spiro Koleks, ne nuk kishim tokë, thotë.
A i thot nuk kishim tokë, një piti bëhet me 24 hektar se u bë kryeministër. Mirë po kjo e vret konkurencën e ndershme në mënyrë barbare. Vilma Nushi, nushët më të varfrit aty. Shkoni, ndërton fshatin turistik pa leje. Pas gjë. Në këta aspekt, këta zotëri që i mbjetojnë kësaj konkurencë të mungeset plot, transparencë dhe kësaj xhungle që ka krijuar qeveria në këtë industri, janë heroj. Janë heroj të vërtet. Sepse janë të vendosur në kushtet më të pabarabarta. Kudo industria është delikate, kudo hoteleria është delikate, kudo sistemi i restoranteve është delikat, nuk është dhe kërkon një menaxhim të zotin, po kërkon dhe rregullat të ndershme. Kurse këta përballen me një xhungël të vërtet që udhëhiqet nga qeveritarët. Unë jam këtu për të zotuar se s'pari do bëjmë gjithçka për formalizimin e turizmit për kushtet barabarta. Së dyti, ne zbashku me këto shoqata do të arrijmë një marrëveshje ku shteti do marrë përsipër një pjesë të pagave të punojësve të industrisë turistike jashtë sezoneve. Përndryshe, këta fillojnë çdo vit nga e para. Kjo nuk duhet të ndodhë, kjo në vende tjera ekziston, ajo praktikë që ekziston në Greqi, ajo praktikë që ekziston në Itali, ajo praktikë do vendoset dhe në Shqipëri, se ne nuk kemi potencial më të vogël se ato për sipërfaqen që kemi. Ndaj dhe ju siguroj se ne së me ju do ulem në mënyrë të arsyeshme. Unë ju dëgjova një ditë ju zoti Topuzi që thatë se një pjesë janë student, po një pjesë janë edhe punëtorë që meritojnë të trajtohen në vazhdimsi me një pagë bazë sa të vi sezoni tjetër. Sikundër, do bëhet gjithçka për zgjatjen sa më të madhe të sezonit turistik. Ka shumë mundësira Shqipëria mund të jetë dhe është turistike në çdo sezon. Shqipëria është bregdetare, është liqenëve, është e maleve, është e gjitha këtyre. Dhe kjo është një drejtim tjetër. Ne e nisëm këtë. Nisëm me ngritjen e infrastrukturës nga Çajupi gjerë në Vermoshën Valborë, por kjo do vazhdoj, do bëjmë çdo gjë që kudo që ka potenciale turistike të shfrytëzohen. Turizmi i jep një shtytje shumë të madhe prodhimit vendas. Turizmi është shërbim, po në të vërtetë turizmi indirekt është stimul shumë i fuqishëm i prodhimit bujqësor, i prodhimit blegtoral, i prodhimit artizanal, pra është një sektor që në të vërtet punëson shumë më tepër jashtë logjistikës së vet me mira punëtorë. Dhe në këtë kontekst ne do bëjmë gjithçka që Made in Albania tjetë tjetë ngjitur me industrinë turistike. Ne do investojmë për infrastrukturën turistike. Natyrisht, disa investime ne i konsiderojmë shumë problematike. Ne konsiderojmë shumë problematike aeroportin e Vlorës. Jo se aeroporti i Vlorës nuk duhet përtojë, jo.
jam i bindur se një aeroport duhet ndërtohej. Por jo aty ku ndërtuhet. Kanë filluar që tani refuzimet e bashkëpunimit, sepse aeroporti godet habitatin mira vjeçar, të cilin ti s'mund ta ndërtosh kurrë. E ka ndërtuar natyra atë. Ne kishim përcaktuar një zonë midis Vlorës dhe Firit, në tokë të kripur, e cila dhe shkaku që u spostuam nga Akrënia, nga aty ku është pikërisht habitati, sepse ne duhet të qëndronim larg habitatit, por edhe ai midis Vlorës dhe Firit i shërbente Beratit, i shërbente Jugut, me fjalë kishte një rrezë më të madhe. Këto e shtruan aeroportin e Vlorës në një burim të madh vjedhje dhe pasurimi. Sa shkon Lubia thot që ky është aeroporti më i madh i Ballkanit, duke mos kuptuar që në njëjtën kohë thot se ajo është hajdutja më e madhe e Ballkanit, se të pretendosh ndërtosh ti në një qytet me 80.000 banor dhe në një zonë që ka gjithsej maksimumi 20.000 shtretër, të ndërtosh aeroportin më të madh të Ballkanit, do të thotë që ti e çmendur mas hajnis. Aeroporti ndërtohet me etapa, vinë pas shtohen, siç po bëhet me Rinasin, shtohen fazat, po të ndërtosh ti një aeroport që të paguash 600.000 bileta, do më thënë, kontrata thot, çdo bilet në 600.000 do paguhet nga shteti. Kjo është të gjobisish vendin tanë, pse mbush baulet ram me lubin. Po këto janë probleme që do zgjidh transparenca dhe parimi, pastrimi shtëpisë që kemi në program. Tani unë kam shumë dëshirë të ndëgjoj përfaqësuesit e shoqatave të turizmit dhe t'i siguroj se ne do kemi një bashkëpunim konstant në shoqatat tuaja. Faleminderit. Faleminderit zoti Berisha për vizionin dhe mesazhet e qarta. Tani fjalën e ka zoti Rahman Kasa, kryetari i Unionit Turistik Shqiptar. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën doktor. Faleminderit gjithëve për prezencën. Siç e tha Fjora Alba, unë përfaqësoj Unionin Turistik Shqipërisë, i cili ka mbi 500 subjekte anëtare, të cilat janë të ndara në sektor dhe në dek. Pra, siç janë sektori i hotelerisë, sektori i agjencive turistike, i turoperatorëve, sektori i transportit, sektori i guidave dhe kështu me radhë, përbën nga 7 sektorë dhe me dek në rrethet ose në bashki që kanë potencial turistik, domethënë më të madh, i cili domethënë gradualisht është rrihen të dek edhe në pothuajse në gjithë Shqipërinë, sepse kemi kërkesa për të hap dek të reja, domethënë që të përvojsojnë Unionin. E dëgjova me shumë kujdes doktorin dhe në fakt shumë prej atyre tematikave që përmendet janë plotësisht reale, pa pjesën politike, sepse ne edhe në statut nuk ta lejohet që të përfshihemi në politik, por ne i japim rëndësi pjesës biznesit dhe ku një ndër ato temat kryesore që ju trajtuat është informaliteti. Është absolutisht e vërtetë, sepse ne kemi informalitet dhe një konkurrencë të pandeshme e cila ne evidentojmë çdo ditë, që ja kemi kërkuar vazhdimisht edhe qeverisë për të bërë diçka në këtë drejtim. Dhe në fakt unë besoj që kjo fillon që nga kuadri ligjor, pra. Sepse nëse nuk ekziston një rregull, pra një ligj, normalisht edhe nuk e lufton dot. Ose në atë rast ku ekziston ligji, ndoshta mungon dëshira për të luftuar. Ne vazhdimisht kemi kërkuar që të rrisim standardet. Pra sepse rritja e standardeve na afron më shumë me tregjet ndërkombëtare. Dhe standardet rriten duke vendosur kritere. Shpesh na është thënë që nuk mund të i përjashtojmë të tjerët nga tregu, nuk mund të përjashtojmë, absolutisht nuk kemi kundër të përjashtojmë askënd nga tregu, por nuk mund të niset nga shkalla e parë direkt në shkallën e 10,
Pra pa qenë i vogël nuk bësh do t'i madh. Kështu që secili do fillojë nga fillimi, do fillojë nga agent, travel agent, do fillojë agjenci, tour operator, DMC dhe me radhë, me qëllim që secili të garantojë edhe standardet, por edhe njëkohësisht të garantoj atë seriozitetin dhe profesionalizmin përballë partnerëve tanë, përballë tur operatorëve. Përballë tur operatorëve ndërkombëtar, të cilat kanë kërkesat e tyre, dhe nëse ne nuk kemi profesional dhe serioz, normalisht i ditë ata të rriqen nga Shqipëria dhe gjitha shifra na kthehen bumerang. Ne kemi vërtet 1.7 milion turist, unë e kam bërë publike, kam shkruar dhe tek media ndryshme, tek revista Monitor, apo jemi pozicionuar shpesh herë edhe për mediat vizive, që 3.5 milion nga këta sipas dhënave janë prezencë turistike, janë prekje turistike, nuk janë turist mirëfill. Sepse edhe mas rregullit dhe mas përkufizimin ndërkombëtar, një turist duhet kalojë sipas 24 orë në një vend që të konsiderohet turist. Dhe shumica e këtyre në tranzit. Është ajo që tha zoti Berisha që një pjesë shkojnë në aeroport për të bërë tranzit, për shkak të linjave low cost që Shqipëria tashmë ka. Një pjesë janë turist ditor që shkojnë bëjnë ekskursione ditore, që nga Shqipëria shkojnë në vende tjera dhe kthehen mbrëmje ditës, apo nga vende fqinje vinë në Shqipëri për vizitë dhe kthehen mbrëmje ditës, që regjistrohen nga 2 herë. Një pjesë e kosovarëve shkojnë për pushime në Ulqin, kalojnë nëpër Shqipëri dhe kthehen prapë nga Shqipëria. Pra, mbas një pjesë në turist kroqerash, që në fakt nuk kanë një kosto të madhe apo në shpenzim në Shqipëri. Ata pothuajse ata flenë aty dhe pothuajse konsumojnë aty në maksimumi në një grup apo 2 grupe që mund të bëjnë ekskursione. Por gjitha këta janë konsideruar si turistë, në fakt nuk janë turistë. Prandaj dhe në fakt kosto nuk del e shpenzimi për një turist nuk del shumë e lartë, sepse nëse ne e përpjestojmë shifrën 5 miliard euro me 1.7 milion turist, normalisht e del kosto tjetër. Dhe nëse ne e përpjestojmë 8.5 milion turist real me 5 miliard euro del kosto tjetër. Dhe pikërisht duhet diferencuar. Turizmi është kthyer në një industri tashmë dhe kjo është realitet. Ne duhet bëjmë gjithçka për ta mbrojtur këtë industri, sepse edhe nga të ardhurat, të cilat natyrisht duhet ishin më shumë patjetër, është gati mbi gjysmën e buxhetit shtetit. Kështu që duhet marrë shumë seriozisht dhe shumë konsiderat. Pikërisht për këtë kemi propozuar vazhdimisht dhe me që na jepet rasti t'i propozojmë Partisë Demokratike që të ketë një ligj, domethënë të ketë disa rregulla të qarta për sa i përket kësaj industrie. Ndër ato unë i kam bërë dhe me shkrim janë pra përveç informalitetit i cili duhet pra nxjerr një ligj i veçantë dhe vendosje kritereve, ne kemi rënë dakord edhe me hotelierët, pra me sektorin e hoteleve, që të rritet pragu i TVSH-s nga 6% shkojnë në 10%, por kjo të bëhet të unifikohet për të gjitha subjektet e turizmit, për gjitha subjektet e turizmit, për gjithë kategoritë e turizmit. Kemi TVSH për shembull tek agjencitë turistike. Agjencitë turistike nuk kanë blerje materiale zbrit ku mund ta zbresin TVSH-n. Kështu që e mendojmë që 20% është shumë, ndoshta ka vende që s'kan fare TVSH për këtë lloj kategorie, por megjithatë ne jemi dakord që të bëhet një taks fikse për atë e shesht, ku të përfshihet si tati fitimi siç e kanë program PD-ja, ashtu edhe TVSH-ja edhe gjithë taksat tjera, do vendosi taksë shesht e cila të jetë 10%. Kjo do ishte do ndihmonte shumë, sepse kemi dhe një kontradikt tjetër tek hotelet. Kemi një kontradikt ku restoranti është me 20% i hotelit, ndërsa akomodimi është me 6%. Dhe shpesh bëhen fatura fiktive apo tjera për të kompensuar njëri tjetrën. Kështu që 10% që do ishte shumë i pranueshëm nga të gjithë dhe nuk do të kishte nevojë të bëshin këta marifete që bëj këtë marifet këtu, bëhet marifet atje për të kompensuar pastaj pjesën tjetër të faturave. Kemi po kështu, siç e theku dhe zoti Berisha, është pjesa e sezonit dimror. Pra shumë nga hotelet e Bregdetit i mbyllin këto struktura, sepse nuk kanë, le të themi, në biznes aktiv për shkak të mungesës së klientelës në këto vende. Kryesisht bregu i jugut, por përgjithësi Bregdeti ka këtë. Dhe kjo ndodh në qytetin e Greqisë, do të shumë vende. Dhe shteti i trajton me një subvencion, pra me një pagesë minimale, me qëllim që këto subjektet mos e humbasin fuqinë e tyre, stafin e tyre të kualifikuar, por ta mbajnë atë të ingranuar dhe të rikthehet aktive në kohën që vjen sezoni. Po kështu,
Ne mendojmë ose sugjerojmë dhe një ide tjetër në lidhje me këtë, pra, me qëllim që shteti të mos paguaj pra këtë subvencion, pra këtë pagesë për punojësit që do dalin pa punë jashtë sezonit, ne sugjerojmë që shteti të paguaj një subvencion për tur operatorë që sjellin turistë gjatë sezonit dimror. Sepse kjo do i mbante hotelit punë dhe shteti s'do kishte nevojë që të pagonte këtë subvencion. Dhe kjo përveç se do ndihmonte ekonominë që do kishte të ardhurat nga këto turistë që do vinin, do ndihmoj edhe subjektet që gjeneronin të ardhurat kishin aktivitet të tyre, domethënë sa më aktiv, sa më fitimprues. Ne kemi ndërmjet tjerash mendojmë se duhet të rrisim maksimum luftën ndaj informalitetit që e prekëm dhe më para, por nëpërmjet një task force për turizmin, e cila do të jetë gjithmonë evidente dhe prezente. Sepse është shumë e vështirë. Normalisht kemi njerëz të pandërgjeshëm, njerëz pa ndeshëm. Dhe kjo do të minimizonte shumë dhe konkurrencën e pandeshme, sepse ne sjellim me tur operatorët, me partnerët tanë, pra ndërkombëtar. Sjellim këtë numër turistësh në Shqipëri dhe dalin disa subjekte që hapin një licencë 3 mujore, shesin me gjysmë çmimi, sepse ata nuk paguajnë as taksa, as komisione partnerëve të tyre, dhe normalisht regjistrojnë thjesht i NIPT, edhe pa kritere pra që mund të bëj punë profesionale. Kemi pas raste kur janë marrë nga këta lloj pseudo operatorësh, janë marrë klientët e për hotelit duke shit me çmim për gjysmë, janë çuar në Vlorë, në gjin e Vlorës, në kohë që ne nuk kemi anulluar ekskursionin për shkak se ka qenë kohë e keqe, sepse jemi të lidhur bashkëmisht me autoritetet dhe me autoritetet bregdetare plas. Dhe ato pastaj kemi raste kur kemi çuar mjete për të shpëtuar në det. Vetëm më thonë që dhe imagjinoni aksidente të tilla se çfarë imazhi të keq do japi Shqipërisë. Duke mund të jenë gjëra të vogla, por janë goxha gjëra të mëdha. Ne kemi edhe vazhdimisht kemi trajtuar shumë prej këtyre ankesave, në fakt, shumë prej këtyre kërkesa, më saktë sepse në këta janë kërkesat tonat, dhe kemi menduar këta kërkesa si nxitse, domethënë si kërkesa që do rrisin të ardhurat, do rrisin biznesin e turizmit, do rrisin imazhin e Shqipërisë turistike. Kishim edhe në fakt, falenderoj doktorin si preku, po thjesht një pjesë mirë këtyre, ishte edhe potenciali turistik. Shqipëria gëzon një potencial turistik jashtëzakonisht për numër banorësh që ka dhe për sipërfaqe që ka. Dhe për fatin e keq, një pjesë të mirë të këtyre ne i kemi të paksesueshme, sepse mungon i kilometër rrugë apo i kilometër gjys rrugë nga aksi kryesor për të qenë, domethënë për të bërë të aksesueshme dhe për të prodhuar para në fundit. Sepse këto shkojnë vizitorë, grupe turistësh që i vizitojnë dhe paguajnë. Ndoshta ka plot shembuj, po ju ilustroj vetëm një shembull të vogël. Kalaja e Zgërdeshit, që është pa hyrë Kruj, ju gjithë e dini, e cila është mjaft historike dhe mendohet se ka qenë një nga qytetet ku ka marrë dhe emrin Albanopoli, domethënë, dhe aty ndodhet është i kala me rënoja në gur që sot mendohet ose duhet vingja shumë modern për t'i ngritur. Ajo për shembull nuk është aksesueshme për shkak të një distancë të vogël kilometrash. Shumë prej këtyre janë pa aksesueshme. Mendoj se shteti nuk ka një kosto të madhe, pra për të dhe kosto të madhe buxhetore për të arritur të bërë këta të aksesueshme. Apo plot të tjera të kësaj natyre. Unë mendoj se duhet një vëmendje më e madhe. Duhet një trajtim më i veçantë me qëllim që të vendosen rregulla, sepse pa rregulla nuk ecet, domethënë rregulla të qarta, rregulla strikte dhe vendosja e standardeve. Në fundit ne konkurrojmë me fqinjët tanë që sot janë shumë larg turizëm. Prandaj edhe ne duhet që të jemi konkurrent, duhet të ecim me standarde ndërkombëtare. Nuk po zgjat se flasë tjerë, faleminderit. Faleminderit zoti Kasa për idetë dhe sugjerimet tuaja. Unë po ja kaloj fjalën tani zotit Zak Topuzi, Shoqata Hoteleri Turizëm. Përshëndetje, faleminderit për prezencën tonë në këtë takim. Unë donja të shtonja që turizmi nuk është më vetëm industri, por tani është mënyrë jetese. Pra çdo njeri mendon se çfarë do bëj javën tjetër apo këtë javë, nuk është më si përpara që fliteshe ku do bëj pushimet në verë apo ku do bëj pushimet në dimër. Është e rëndësishme që edhe Shqipëria ka hyrë në
tregun ndërkombëtar të turizmit dhe shifrat janë pozitive. Duhet një seriozitet më i madh për politikën e veçanta për turizmin, pasi duke qenë se është sot industria më e rëndësishme se edhe industria e prodhimit makinave, që duhet jetë në qendër të vëmendjes. Ne kemi bërë disa takime qoftë me opozitën, qoftë me pozitën gjatë këtyre 30 vjetëve dhe kemi parashtruar probleme. Shumë nga ato janë përfunduar, janë përmirësuar, por disa janë elementë cilët janë shumë të rëndësishëm. Duhet kuptojmë një gjë, gjysma e popullsisë së Shqipërisë është larguar jashtë për të punuar në vendet e rajonit. Dhe në fundit, pjesa më e madhe punojnë në sektorin e shërbimeve. Mund të marrësh shembull Greqinë, që pothuajse pjesa më e madhe janë o punojës turizmi, o ndërtimi, o bujqësia. Propozimi kryesor ka qenë subvencioni i punojësve të turizmit në disa muaj dhe më vjen mirë që zoti Berisha e trajtoi si pikë të rëndësishme, sepse është jashtë logjikës që të lidhësh kontrata për të sjellë punojës të huaj në Shqipëri, ndërkohë që punojësit shqiptar dalin jashtë për të gjetur punë, po në këtë sektor të turizmit. Dhe mos harrojmë që këta punojës të huaj që do vinë në Shqipëri e kanë kosto më të lartë se punojësit shqiptar. Dhe nuk ka logjik që të përdorësh këtë lloj metode, ndërkohë që një nga metodat më të thjeshta është subvencionimi atyre në periudhën e dimrit dhe elemente të tjerë të politikave fiskale që i bën dhe rajonin, nuk është puna se ne po kërkojmë të bëjmë në shpike. Kjo do bëjë të mundur dhe uljen e sezonalitetit, që është një nga problemet kryesore që ka Shqipëria, politika për të stimuluar ndërtimin e kapaciteteve akomoduese. Sot turizmi është rikthyer më fuqishëm se para pandemisë. Nga konferencat dhe organizata botërore të turizmit kanë ardhur sinjale që turizmi kinez po vërshon këtë 10 vjeçar në Europë dhe kjo duket që vitin që kaloi dhe ne duhet ngrem kapacitete më të mëdha dhe sigurisht dhe zgjerimi i aeroportit të Rinës është një nga pikat kryesore për ata, nuk mund të vinë me avion me 100 veta apo 200 veta, është e pamundur, e pa logjikshme. Kështu që ngritja e kapaciteteve, resorte, hotele nuk është më tani si më thënë është domosdoshmëri për të përgjigjur këtij zhvillimi që ka marrë turizmin në pothuajse të gjithë botën. Sigurisht që ka dhe element tjerë, por domethënë ne mund t'i trajtojmë ato gradualisht dhe me ekspertët për katërs. Dhe mendoj se edhe arritja nëpër destinacione prap është një element i rëndësishëm, pra rritja e numrit të lëvizjeve të huajve, nuk po i them më turist sepse ne nuk na lejohet si profesionist ta përdorim si term, ka bërë që ne na kapi të paprigatitur në infrastrukturën turistike dhe kjo bën që në periudhën e verës, periudhën pik, ne të kemi bllokime tapa në për shumë rrugë kryesore të vendit për të arritur në destinacion. Kështu që them se me disa politika turizmi mund të përmirësohet dhe sigurisht mund të kthehet në motorin kryesor. Dhe pika e fundit që duhet të thosh është kombinimi midis turizmit dhe bujqësisë do jetë një nga pikat më të rëndësishme që kush qeveri do ta zbatoj, pasi mos harrojmë që çdo turist që zbret apo hyn në kufi, fut në punë 8 veta. Dhe këtë e kanë kuptuar bota dhe Maqedonia subvencionon turist, sepse në vend që të japi asistencë për 8 veta, jep njërit dhe është shumë e thjeshtë. Pra, nuk është çështje vetëm për hotelierët, por ajo lidhet që ke taksisti, që ke punojësi i aeroportit, që ke bujku që prodhon domaten,
i gjithë zinxhiri për turizmi dhe bujqësia do të jenë ato që do mbajnë besoj ekonominë në vend. Ne mund të hyjmë në Europë, por nuk kemi për të prodhuar kur makina apo industri të rëndë. Ne do hyjmë me treguesit tonë që do na ka kapur tani, do me kapacitete prodhuese bujqësore dhe edhe turizmin. Faleminderit. Faleminderit zoti Topuzi për fjalën tuaj, po i kaloj fjalën zotja Marildo Veizi, guid turistike. Atëherë, faleminderit për fjalën, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, përfaqësues shoqatave të ndryshme, një kolegu juaj deri diku me profesionin, jam një guid turistike kategorisë kombëtare. Kam ardhur këtu në fakt të përfaqësoj më së shumti pjesën e kolegëve të mit, për sa i përket guidave lokale apo atyre kombëtare, sepse ne përballemi me një problematik që prej kohësh dhe prej vitesh në fakt ka të bëjë edhe deri diku me identitetin ton kombëtar, po edhe deri diku me hapësirën se sa jepet guida si profesion. Për gjithë ata që njohin, guida është një ambasador në lëvizje, imazhi jon varet nga guida turistike përpos politikave të brendshme ose të jashtme që zhvillohen në një komb. Një turist, guida është personi i parë që takon. Por, duke qenë se në pjesën jashtë nuk mund të shkosh të shpjegosh në një muze, të japësh informacion për një shtet, nëse nuk je i certifikuar nga institucionet e atij shteti. Aktualisht po flasim për Ministrinë e Turizmit. Normalisht varion në gjorba të majmura, ndodhin jo më larg se te fqinjët tanë, Maqedoninë e Veriut, jo më larg se në Turqi, edhe mos flasim pastaj për pjesën e Bashkimit Evropian që janë edhe më strikt për sa i përket pjesës së ligjeve. Çfarë do të sugjeroja unë? Do të sugjeroja ngritjen, edhe pse është bërë disa herë si kërkesë, ngritjen e një grupi kontrollit posaçëm, paktën për gjithë guidat lokale të huaja ose tour leader ose shoqërues grupit të huaj. Mjafton në çdo sit kulturor, sidomos tek sitet e UNESCO-s, duhet të jenë shoqëruar nga një guid turistike shqiptare e licencuar për të luftuar normalisht edhe informalitetin, që gjerasin t'ju falenderoj që e përmendë sepse është problemi kryesor, jo vetëm për pjesën e turistëve, por edhe për pjesën e profesionistëve që punojnë. Domethënë informaliteti duhet të reduktohet në maksimum. Dhe paralelisht guida si profesion të propozohet sa më shumë të rinjve për shumë arsye. Para është ruajtja e identitetit ton kombëtar, siç thash, dhe dyta duke organizuar të gjitha guidat lokale në qytete zhvillojnë këtë si një punë afatgjatë dhe jo vetëm gjatë gjithë kohës në lëvizje duke kaluar po themi 100 km apo 200 km qytet me qytet. Nëse arrim të krijojmë një sistem normalisht me këshillimin e ekspertëve që çdo guid lokale të qëndrojnë në qytetet e vogla, ndihmojmë si në ripopullimin e guidave në radh të parë, mbrojtjen e historisë në radh dytë, dhe kjo është një variant shumë i mirë, opsion pune edhe për gjithë të rinj që duan punojnë në këtë sektor. Faleminderit. Nuk e di kush e do fjalën. Të lutem të prezantoheni. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje doktor. Unë jam Meraldo Kalemaj, një sipërmarrës i mesëm në sektorin e turizmit, me agjenci turistike dhe hotel. Në fakt po ju dëgjoj me vëmendje të gjithëve, edhe jam plotësisht dakord për çfarë folën edhe nga kryetarët e shoqatave edhe nga parafolsi me përkuitet, por desha të shtoja dhe një pjesë tjetër të cila për mendimin im është që është lënë pa përkrahje fare nga shteti, që është aktivitetet, që desha ta shtoja pak të një turistët po vinë, po vërshojnë në Shqipëri, ne po fokusohemi vetëm tek akomodimi i tyre, tek hotelet, tek formalizimi, por duhet të shtojmë që sot neve nuk kemi kapacitete që neve ti shtojmë aktivitetet turistëve që po vinë. Sot ata po vinë, po flanë, po nuk po dinë çfarë të bëjnë. Po jap një shembull, në Selanik ekzistojnë 3-4 aktivitete ditore, teatro, muze, të cilët turistët që vinë të merren, të dinë, të kenë një njohje, të kenë diçka kur të vënë dhe padyshim edhe të kënaqen. Sot Tirana ka vetëm një.
që është mbrëmja shqiptare, që është hapur këtë vit, nuk ka pasur absolutisht asnjë lloj aktiviteti tjetër. E vetmja që mund të quhet një si tip shfaqje është kjo mbrëmja shqiptare që është bërë. Unë do t'ju kërkoja, zoti Berisha, që të keni fokus dhe promovimin e aktiviteteve, e personave që merren me aktivitet. Po japin shembull, mesatarisht një turist shpenzon në natë një dhomë 50 euro. Ndërkohë, për një aktivitet mesatar, shpenzimi është nga 50 dhe 100 euro. Pra nuk është vetëm akomodimi dhe fjetja e tij në hotel. Është çfarë mund t'i bëjmë ne një turisti për t'i vjel sa më shumë lek dhe ai të kënaqet më shumë dhe të vijë në Shqipëri, ai mos të mërzitet. Ndërsa për pjesën e formalizimit që u fol, unë jam parimisht dakord, vetëm dua t'ju bëj me dije që platformat Airbnb Booking, pavarësisht se kanë problematikat e tyre, kanë qenë promotori më i madh në Shqipëri turizmit me këta Airbnb të vogla, të cilat unë mendoj, zoti Berisha, që formalizohen duke u ndihmuar që të zgjerohen. Pra neve në rast se arrim më shumë kontrolle, më shumë taksim, më shumë rregulla, neve bëjmë që vetëm i forti dhe i madhi të zgjerohet, ndërsa i vogli të rriqet më i vogël. Unë do mendoja kështu, mund të kisha një propozim që Partia Demokratike në rast se vjen pushtet, të shikoj dhe të mendoj që këta të vegjël, të cilët sot po ushqehen nga këto Airbnb të vogla, duhet një plan që këta të formalizohen duke u ndihmuar. Pra, në rast se ti ke sot 3 shtëpi, në rast se i bën 5, shteti do të ndihmojë. Në rast se ti ke 10 shtëpi ose ke 15 shtëpi, në rast se merr edhe 2 punëtorë që i mban gjatë gjithë kohës, shteti do të ndihmojë, sepse në rast se neve vëmë shumë rregulla, neve bëjmë që ky treg të monopolizohet më shumë se ç'është monopolizuar. Unë jam edhe mendoj që e djatha vet ka një drejtim, një qasje më liberale ndaj tregut. Kaq kisha për të folur. Faleminderit për kohën. Po, patjetër. Ndoshta nuk është vendi, domethënë sepse duhet jemi më koncis. Por po them vetëm kaq që ligji ekzistues për Airbnb është një ligj minimal. Pra, ai taksohet 20 euro për shtret në vit. Pra, nëse ti ke një apartament me 4 shtretër, ti do paguash 80 euro gjithsej në vit. Ka taks më të ulur se kaq? Po të dalës shesësh domate ke tregu, paguën më shumë se sa ky që do paguaj për këtë. Deri në 12.000 euro në 10.000 euro në muaj, ti ke për të paguar 6% të vës, 600 euro. Edhe 20 euro për shtrat në vit, ka më pak taks. Formalizimi i tregut është i domosdoshëm për vetëm në arsye për të mbrojtur konsumatorin. Ç'a ndodhi një muaj përpara? Erdhi vrau babai, vrau gocën në shtëpi. Ti nuk kishe asnjë identitet, asnjë dokument, kush fjeti nga hyri, nga doli. Përveç asaj, ty mund ndodhi të vinë natën të hapin, të vrasin, të bëjnë në një shtëpi, po i marr rastet. Pra mbrojtja e konsumatorit është minimumi. Një hotel me 6 dhoma duhet certifikohet nga mjetet në pension, ashensori, elektriku, asapi, janë 10 certifikime. Kurse një person me 5 apartamente nuk ka nevojë fare, mund ta drejtojë këtë nga klubi, vetëm me celular, dhe ku është ngarkesa fiskale që ka ky? Thjesht është problemi këtu, domethënë që identifikimi, në bazë të këtyre identifikimeve, ne tani e morëm vesh që hotelet kanë 60.000 shtretër dhe apartamentet janë 210.000 shtretër. Ti thua informaliteti, po informaliteti nuk vjen nga hoteli, vjen nga gjithë kjo industri e cila është jashtë sistemit, dhe nuk është problemi vetëm taksat, por është dhe jashtë sistemit kontrollit. Ti nuk di se çfarë materialesh përdor ai, çfarë mbrojtje ka vet godina, domethënë problemet e shqetësimit që vijnë nga vet banorët. Në një shkallë me 15 veta, tani 7 veta mund të jenë Airbnb dhe ti nuk njeh se kush është, pa le që duhet kesh dhe identitetin. Domethënë, po ti hysh në detaj, po nuk është vendi, ne vetëm thjesht duhet ti kërkojmë zyrtarisht, pra ne mund të përgatisim një material me të gjithë shoqatat dhe t'ia paraqisim PD-s.
që nëse kur të vinë pushtet, mund të marrin këto masa, kaq, domethënë, them, po të them se kemi në gjë konkrete, mund të mblidhemi gjatë javën në vazhdim. Po. Unë jam plotësisht dakord për regjistrimin edhe për këtë, paktën po të nëse për të shtuar, domethënë, ka platforma të cilat i mban shteti, për shembull në Itali, që regjistrimin e bëjnë të detyrueshëm. Unë nuk mendoj që barra fiskale e rritur është një element për të shtuar formalitetin. Unë mendoj që do të rritet, për ju japi shembull, sot qeveria ka rritur siguracionet edhe këto për në bazën e këtyre e pagave që marrin. E çka ka ndodhur? Ka ndodhur që punëtorët neve i japim bazën i japim në, po flasim, punëtorët, bizneset, i japim për të mos paguar këtë siguracionet edhe taksat e pagën minimale, ne japim pagën minimale edhe të tjerat në dorë. Pra çka ka bërë kjo rritja fiskale që ka bërë qeveria? Ka shtuar informalitetin. Edhe kjo mendimi im është që është një inovacioni i jep zgjidhjen çdo gjë, edhe është detyra e shtetit të bëjë inovacionin. Në rast se shteti mendon që mund të rrisit taksat dhe do shtoj formalitetin, shteti bën një gabim shumë të madh në shtetet si Shqipëria. Këtu duhet pothuajse duhet të ketë leverdi dikush që të paguajë më shumë taksa. Nuk duhet thjesht ai të paguajë taksa dhe të ketë diçka, ai duhet të ketë leverdi. Pra, kjo taksë po paguhen është për këtë sistemin që të bëhet më i sigurt, që policia të vijë dhe të bëjë unë, për shembull, po flas unë sot tek hotelet mi kemi 30 dhoma, pra 60 shtete. Unë jam shumë dakord që e shtoj taksën që të paguhet, në rast se mua më jepet një shërbim ekstra. Për shembull, po bëjmë regjistrimin dhe policia po lër aty një patrull që të vijë të shikojë situatën. Jam shumë dakord në këtë gjë, po kjo taksë duhet të argumentohet, sepse neve pasaj përfundojmë në një fazë në të cilën shtojmë barra fiskale biznesit, po flas për neve, unë po flas për një biznes më të vogël, më të mesëm se mund të jeni juve për shembull ose neve duam të kalojmë atje dhe bëhet mendimin e shtetit. Nuk bëhet mendimin e një barre tjetër fiskale që dikush e ka Terezin që ajo, po mua bën shumë efekt. Edhe ai 5%, edhe ai 6% për të arritur aty ku dua. Pra unë mendoj te inovacioni, dhe është detyra e shtetit te inovacioni. Është detyra e shtetit që ai të investojë në mënyra të reja, në taktika të reja, që neve ta kemi më të sigurt dhe më të lehtë punën për turistët. Faleminderit, edhe është e vërtet nuk kemi kohë për këta ka diskutime më të mëdha që po bëhen, por duhet të kuptojmë që impakti i biznesit vogël dhe biznesit mesëm turizëm është shumë më i madh se këta investitorët për shkakun që po vinë edhe strategjik që po marrin, po monopolizojnë Bregdetin edhe po bëjnë shtreto ekstra luksoz, të cilët nuk do të dinë se çfarë i kënaqin njerëzit. Kaq kisha, faleminderit edhe për Kush e kërkon fjalën? Atëherë po ja kaloj fjalën zotit Akil Kraja. Në fakt, si pjesë e ekipit të ekonomisë, Amarildo unë do të shtoj edhe një gjë tjetër, nuk është qëllimi vetëm për të marrur taksa, është edhe për të dhënë, dhe në kuadër programit ton, është fuqizimi, modernizimi, inovacion administrativ i bankës zhvillimore, e cila do të financonte startupe, përfshirë në këtë drejtim, në drejtim të mirëmbajtjes së kulturës, pra mirëmbajtjes trashëgimisë, jo vetëm në terma të restaurimit, por dhe të dijes, në mënyrë se si përcillen këto materiale, financime për restaurimin e banesave të braktisura, të cilat sot ju e dini shumë mirë, me një shpopullim të jashtëzakonshëm, fshatrat e Shqipërisë mund të kthehen fare mirë në një ripopullim, duke mbështetur agroturizmat, duke mbështetur brandet në nivel fshati, jo thjesht qyteti, flasim për qytet. Potenciali është sot për një agroturizëm, jo thjesht siç po promovohet aktualisht me këto gjysmë grante të zhbërës. Shko në një ferm, gjasmesh restorant, në fakt gjysma produkteve janë importi. Qëllimi është për të patur brande në nivel fshati, që do të thotë fermat ushqejnë restorantet, kalat e vjetra të restauruara, po kështu me restauristë të certifikuar, të kenë mundësi të bëjnë atraksione, dhe termi që ne përdojmë është menuja turistike. Sot Shqipëria, turizmin deri para pak vitesh e kishim sigurisht një përqindje shumë madhe në GDP, ju e dini, por mbahesh kryesisht nga turizmi
kombëtar, identitar, Kosova, Shqipëfolës e kështu me radhë. Sot në programin ton, turizmi është eksport. Është eksport, sepse po flasim për një dimension ndërkombëtar, i cili kërkon njëherëzi standarde europiane, është konkurrencë ndërkombëtare me Kroacinë, Greqinë dhe Italinë, që do të thotë duhet bëjmë pjesë e këtyre korridoreve ekonomike për të përthithur këto brande përfshirë hotelerie dhe mbi të gjitha pa harruar elementi tjetër njerëzor. Ne nuk po përpiqemi të bëjmë një turizëm industrial i cili i thot shqiptarëve turizmi është i pakapshëm për banorët lokal. Është vetëm për këto investitorë strategjik, të cilët kanë zaptuar plazhet, territoret dhe qytetarët shqiptarë nuk futet dot. Jo, ne themi të ketë një diversitet rural urban, diversitet për hotelet me 5 yje, patjetër të shtrera, resortet, sigurisht pra në gjithë hapësirën gjeografike nga veriu në jug, por dhe në hapësirën demografike, që mos të bëjmë një turizëm ekskluziv, ku shqiptarët të thojnë nuk shkoj dot në jug, sepse është i pakapshëm, po të kemi një turizëm i cili të jetë pra gjeografik, demografik, por dhe social, por dhe kulturor, që do thotë traditat më të mira të rinovohen dhe të promovohen nëpërmjet sigurisht e tham edhe një herë elementeve të certifikuar. Pra, për herë të parë ky program parashikon dhe turizmi është një nga fushat më të jashtëzakonshme ndërhyrje multisektoriale. Nuk mund të jemi siç kemi qenë tani, bëm projektin e fasadave, rilindjen urbane. U shpopulua Shqipëria. Për çfarë u bë? As turizëm nuk po sjell. Turizmi po rrin kryesisht ne e tham, është 24 orësh, rrin në Tiranë, por janë mbi 1 miliard euro, të cilat u shpenzuan për propagandë, ndërkohë që nuk po kontribuon turizëm. Dhe nga po vjen ky turizëm? Nga rrugët që janë bërë para 2013-s, e tham është aksesibiliteti. Pra është e rëndësishme ta theksojmë turizmi në programin ton, ka sigurisht formalizim, patjetër mbështetje, por të mbështetur me grante dhe mbi të gjitha një ndërhyrje multisektoriale për gjitha shtresat, për gjitha kategoritë, për të gjitha territoret. Ishte thjesht një saksim për të thënë edhe një herë dua të realisht të kuptohet mirë, programi është multidimensional, turizmi nuk është thjesht të bëjmë kulla për nuk e dim kë, turizmi nuk është thjesht bëjmë aeroporte për nuk e dim kë, turizmi duhet jetë për të krijuar vende pune për të gjithë, pa lënë njerëz jashtë. Ndjes Suzjata, faleminderit. Zoti Berisha, nëse doni ta përmbyllni me fjalë tuaja. Unë duhet të falënderoj shumë Zotin Kasa, Zotin Topuzi dhe ju zotëri për ndërhyrjet që bët, propozimet dhe sugjerimet që dhat, shumë të rëndësishme. Edhe njerë theksoj se turizmi është dhe do mbetet një deg kryesor e ekonomisë sonë me një potencial të jashtëzakonshëm. Nuk ka asnjë vend tjetër që të ketë potencialin turistik të Shqipërisë. Ne në 28.000 kilometra katror kemi çdo gjë që ka bota për turizmin. Kemi detin, liqenjt, lumejt, kemi Alpet, kemi malet, kemi prodhimet nga më të mrekullueshmet që mund të ketë, ku mund të bëhen, kemi mikpritje tradicionale. Ja u thash, kudo që kam shkuar, në fshatrat më të largëta, ajo që më ka bërë përshtypje, ka qenë përpjekja atyre njerëzve për të tërheqë turistët. Dhe shpresë e tyre se turistët do të vinë. Se turistët do të vinë, i besim tek vendi i tyre. Në këtë drejtim, ky vërshim i turizmit nga viti 2005 e këtej, sepse do të pranuar që nga 2005 në 2013 në turizmi u 13 fishuar, numri atyre që vinë. Pra, këtu ka dallim vizitor turist. Dhe tani është 2 fishuar nga ajo kohë, 3 fishuar, mos 3 fishuar. Po. Megjithatë, turizmi përballet me probleme shumë serioze. Problemet bazë serioze të turizmit sot janë nga Shëngjini, Gjerësand,
janë qeveritare shtetërore. Nga Shkëngjiri, Sarand, impjantet e ujrave të zeza të ndërtuar me paratë e taks paguesve nuk funksionojnë dhe i detyrojnë sipërmarrësit të blejnë ca aparatura për trajtim extempore në një kohë kur kjo është një gjobë shtesë ndaj tyre, absolutisht absurde, sepse bashkit nuk paguajnë energjinë për të funksionuar impjantet e përpunimit të ujrave të zeza. Madje Vlora dhe Durrësi, dy mundët të tjera, edhe Saranda, i derdhin në det si pagje të keq fare. Unë e kam thënë dhe e them, marrë tunel e Llogaras, 220 milion. Me tunel e Llogaras o miqtë e mi, nga Semani, Gjerën Ksamin, i jipje përgjigjen më përfundimtare ujrave të zeza. Dhe të japish një përgjigje përfundimtare ujrave të zeza, ti eksposton turizmin në nivel tjetër. Vendos flamujt blu në të gjithë brigjet tua. Mirë po këta e kanë mendjen se si të vjedhin dhe jo si të ndihmojnë turizmin. Vjetë shpikën të kompanin që edhe ata që ishin kanalizime do të blinin këtë aparaturën që kushton të jo pak. E shtur shumë drejt. Turisti vjen, nuk i ofrohet gjë. Kudo që shkon me paketë turistike, të ofrojnë çdo ditë një opsion. Çdo ditë një opsion tjetër. Këtu, pas kanë bërë këtë darkë e Tiranës, si thatë darkë e... Po, edhe shpellën e plumave. Shpella e plumit dhe plumave, po është, do me thënë, dëgjon turistë atje, po Tirana ka gjitha ato. Tirana ka bukurim mahnitëse për rretha më tapë. Asgjë këtu jo vetëm kaq, po këtu ka zhduk institucionet artistike. Kjo është i zhdukje. Këtu nuk ka teatr, këtu nuk ka aktivitetet tjera. Ka një teatr opera, është zhduk komedia, është zhduk teatri kombëtar, është zhduk cirku, janë zhduk të gjitha. Teatri kukullave. Këto nuk ekziston një transport i cili duhet jetë i garantuar për turistët. Duhet jetë i garantuar për turistët. Edhe ky s'mund të jetë transport privat, ky do jetë transport publik. Vjen tjetri në Dhermi, nuk shkon do në Himar. Nuk ka autobus për shku në Himar. Nuk, të thënë, vjen dhe gozhdohet aty ku vjen. Sepse këta 12 vite kanë administruar 65 miliard euro buxhete total. 65 miliard. Dhe në mënyrë absolute, përveç pllakave që kanë shtruar në sheshet e qyteteve, me një çmim 10 herë, me një çmim 8 herë më të madh se sa kostoja që kanë. Pllaka Guri të gjitha të nxjerra në Shqipëri. 60 milion euro sheshi Skënderbeg. A mund të imagjinoni ju? 2 miliardë 300.000 euro rrasat e Gurit në sheshet e qyteteve. Ndërkohë, për të ardhur turisti nga Muriqani në Tiranë dhe për shkuar në jug, heq zit e ullirit për shkak të bllokimeve të transportit dhe rrugëve të papërshtatshme. Ndaj dhe ne angazhohemi për një
për qëllim të madh. Dhe sbashku me ju, ne do t'u japim përgjigje problemeve shumë të drejta që u ngritin. Shiko, tani themi të vërtetën, çdo i huaj që hyn në këtë vend, çështja numër 1 për ne është siguria. Dhe do ta kuptojmë të tjerë. Ne jemi përgjegjës. Si u vra ajo anglez janë Saddam, nuk e di. Tjetra erdhi këtu, ne jemi përgjegjës për të ujtë. Në kod, në tradit, në ligje dhe në çdo gjë. Ndaj dhe, qoftë se them formalizim, absolutisht qëllimi më i parë është siguria. Do të jemi të sigurt. Nuk ka dyshim që jam dakord me atë parimin që thoni ju. Formalizim duke ndihmuar. Ne nuk synojmë kur falimentim biznesi. Jo. Përkundazi, ne ju garantoj që synojmë sukses biznesi. Dhe jemi të gatshëm tulem me ju, tu ndigjoj. Urdhë. Zoti Kaso thot, ne pranojmë thot të rritet të VSH-ja në 10%. Një qëndrim shumë i arsyeshëm. Por ama, kjo duhet shoqërohet me ndërhyrje të fuqishme të shtetit në mbështetje të turizmit, në mbështetje të industrisë turistike. Rregullat e gidës janë esenciale. Guidi është përfaqësues i kujt? I shtetit. Derisa ai ka marrë përsipër të shoqërojë një të huaj në këtë territor, ai është përfaqësues i shtetit. Pavarësisht se është private atë çështë për përfaqësues i shtetit. Detyrimisht që duhet rregullohet në mënyrë maksimalisht të mundshme çështja e funksionimit të gidave. Ka një korrupsion të jashtëzakonshëm qeveritar. Tani, më tregon mua një banor nga Gjiri Lalzit, bleva thot 2 motor ujë. Bleva për fituat sa para në verë, për familjen. I regjistrova në kapiteneri, mirë. I regjistrova në bashki, mirë. I regjistrova në qark, mirë. Tani më thanë, do i regjistrosh të Mirela. Shpun ka regjistrim të Mirela, i thashu. Ja, dona jo, tha. Dona jo, tha. U detyrova për 2 motor ujë të vi tek sekseri Mirels në ministri. Tani, ky është një shembull që di unë për 2 motor. Po sa janë këto? Këto janë përditshëm se këta e konsiderojnë turizmin një sektor për ta xhvatur. Jo, turizmi është një sektor jetik. Është një sektor që ka ndikimin më të fuqishëm, ndikim të fuqishëm në prodhimin e vendit. Kudo? Ajo dëshirë që unë kam gjetur kudo, të njerëzve që do na vinë turistët, dhe në kupton, do shesin prodhimet, do prodhojnë, do ndryshoj jeta. Dhe kjo është një vërtet, është një drejtë e tyre. Nuk ka turizm wide, si që është ky, do më thënë. Turizmi do formalizohet absolutisht për të kontribuar në suksesin e tij dhe jo falimentimin e tij, kur s'kemi atë synim ne. Turizmi do mbrohet, sepse çfarë ndodh tani? E thash, i them një bashkëpunëtore sime, çfarë po ndodh atje në Borsh? Tha, atje jam ndërtuar kështu, thash unë, hotele këta. Atje tha, po rrafshohet një kodër në mënyrë të habitshme. Çfarë i thash? Po e presin kodrën, po e rrafshojnë. Po kush po i bën atë? Thonë, tha, ca djem nga Laçi. E pyes unë pas një viti, po ç'a ndodhi me kodrën, i them aty, se ç'po ndërtojnë. Ha, kodrën, tha,
e kishin marrë njerëz të qeverisë, afër qeverisë, do më thënë, përdorin, mirë po kjo është problemi se ata i sjellin me kontejner, narko-eurot dhe i konkurrojnë njerëz të ndeshëm. I konkurrojnë këta. Ai nuk është zhvillim, ai është, e vërteta është, ai dëmton shumë zhvillim në turizmin. Pra, transparencë e gjithanshme. Natyrisht, dora e zezë e qeverisë dhe angazhimi i qeveritarëve dhe familjeve të tyre në fushën e turizmit do të ndalohet. Me ligj dhe do të dënohet. Ato do konfiskohet. Të gjitha, çfarë kanë bërë? Do mu marrë me qeveri, merru me qeveri. Leo atyre që sektorin e vetë. Do t'i ndajmë, pranaj dhe ne kemi pastrim në shtëpisë, shtyllë kryesore të Shqipërisë madhështore. Pra, për të mos u zgjatur, ju siguroj se një turizëm madhështor është më shpejt i mundshmi në kuadrin e Shqipërisë madhështore dhe ne do bëjmë gjithçka që të kemi një turizëm madhështor të standardeve më të mira, më të sigurta, do bëjmë çdo investim që shqiptarët të mund të shfrytëzojnë çdo potencial të turistik të vendit dhe turizmit të njohë një standard të ri, një nivel të ri dhe të konkurojë me sukses me të gjitha vendet e rajonit, që është konkurenca me ashpër dhe me të gjitha vendet e Europës. Ju falenderoj shumë për mendimet që thatë, ju siguroj se të gjitha këto ne ligjin do të rishqyrtojmë me ju së bashku për të gjithë sektorët dhe task force është shumë e drejtë. Jam plotësisht dakord. Është shumë e nevojshme. Është turizmi është poliedrik në të gjithë çfaqje aktivitetet e tij, ndaj dhe një task force të veçantë për turizmin, në mënyrë që të mund të trajtohen sa më me kompetencë, me eficiencë, problematikat e këtij sektorit madh dhe të rëndësishëm. Edhe një ju falenderoj dhe përshëndes ju, zotëri përfaqësues të shoqatave të drejtues të tyre dhe përshëndes operator turistik sipërmarrësit kudo që janë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Berisha, zoti Kasa, zoti Topuzi, gjithë pranishmëve që morën pjesë sot këtu për çdo ide, për çdo reflektim tuaj. Faleminderit për kontributin.